Sot nuk po shënojmë vetëm përfundimin e një programi trajnues, sot po shënojmë një hap të rëndësishëm drejt ndërtimit të një sistemit më të qëndrueshëm të orientimit profesional, këshillimit për karrierë dhe mbështetjes të rinjve në kalimin nga studimet drejt punësimit. Në këtë drejtim, këshillimi për karrierë dhe ndërmjetësimi drejt punësimit janë pjesë thelbësore e misionit tonë. Programi Job Placement Counseling ka pasur në qendër zhvillimin e kompetencave të këshilltarëve të punës, aftësinë për të orientuar individët për të kuptuar nevojat e tyre, për të informuar mbi të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre, për të mbështetur në vendimarrje e për të ndihmuar të ndërtojnë rrugë të qarta drejt tregut të punës. Investimin në njerëzit që çdo ditë ndihmojnë qytetarët të gjejnë një vend pune dhe të ndërtojnë një të ardhme më të sigurt për veten dhe familjet e tyre është një investim për zhvillimin ekonomik të Republikës Kosovës. 33 zyrtarë të punësimit që jeni këtu që keni përfunduar me sukses programin Job Placement Counseling, duke fituar një uri të reja, metoda moderne të këshillimit dhe aftësi profesionale, do t'i zbatoni në punën tuaj të përditshme. Punësimi është një nga prioritetet kryesore për ministrinë tonë, Ministrinë për Punë, Familje dhe Vlera të Lusë Qytetare, dhe çdo qytetar që i drejtohet kësaj ministrie apo qendrave të punësimit, ai nuk kërkon vetëm një informat nga ju apo ne si ministri, po vjen për një mundësi. And it's far more than just a certification. I think today is also helping people find the place in the job market or labor market. It's an important issue here in Kosovo. You as an advisor, you are now a coach, now a mentor, you know the barriers and understand all the path to work and getting people into work. And also modern labor market policies and processes needs also modern processes, modern advisors as you right now. And I'm really happy that you did that training and updating your skills, your personal skills. And I hope also this is not a one-time training that will also stay in the institution, in the university, as a program for the future, for the upcoming months, years.